pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me këtë fjalë, unë jam më meritor për Musaun se ju. Ka dhënë porosit shumëta, po një për tyne që më rëndësi është e ka thy privatizimin e fesë dhe e ka thy deklarimin bashkë të përkatësisë e dikujt që është i dikujt. Çka në kupton kjo? Ju për në gjinani, përveç mu se ju risasht të dhëna në gjinani. Sot ka njerëz e ka uzurpu një ibadet. Apo? Edhe veç që ti është e i adhurim. Veç a i ka dhe me volë për te, veç a i ka dhe me prezentua atë adhurim, veç a i... Më ka dalë Allah. Se si veç ti tu e bosh atë adhurim, ka dhe tjerë që në duke bo atë adhurim. Nuk e veç ti aj që duesh me volë për këtë, e kështu me radhat. Ndaj duha të them që gjërat e tilla janë të papranueshme. Nga se aja që na ka mësuar Islami është demaskimi i privatizimet të tilla, sikurse kategori tjetër njerëzish kanë privatizuar sunetin në emër të 2-3 veprimeve. 2-3 punë me sunet i bën, edhe krejt kur s'bën si ai nuk kanë sunet. Kush të ka drejtën me e privatizuar sunetin e Allah, s'është i joti. Privatizimi ulemave. Ky hoxh, ky sheh, ky imam, ky është hoxha jon. Apo kush të ka thonë ti me privatizuar alimin? Nuk privatizohet Imam Abu Hanife rahimahullah, nuk privatizohet Imam Shafiu rahimahullah, nuk privatizohet Imam Ahmedi as Imam Maliku, nuk privatizohet Kurtubiu as Ibn Hajeri as Neveviu as, nuk privatizohet Ibn Taymija, tash janë private Allah. Këta janë për krejt umetin. Pa njerëz marrin dhe tentojnë me bu privatizime të kësaj natyre. Që me këtë privatizim pastaj me godit atë tjetrin që s'ka me çka me godit. E me çka ke gjithë me godit? Me ata që shumë keq e ke përzjedh. Me ata që Allahu xhallahu ala dënon shumë keq nëse prishet. Prandaj i dërguari sa kur tha nahnu haqqu bi Musa, tash më thonë që po ku jeni ju? Sikurse ka ardhur një tek Imam Ahmedi rahimahullah dhe i ka thonë ai njeri Imam Ahmedi ka qenë njeri shumë me ndjekprej dhe lartpamës, si çështja ulemave. Dhe ka filluar një të ankohet për gruan e tij. Dhe Imam Ahmedi ka pa se ky njeri po don lehtësim nga ky alim për me lëshugruan. Nga se shariatikisht me lëshugruan nuk ka veç me lënë sa ka përgjësi apo e veçanti kur s'ki hak me lëshu ngarkohesh pak më tepër. Andaj ka lyp një lloj legitimiteti të divorcit për gruan e tij nga ana e Imam Ahmedit. Shikoni një sa e në gjendje me ra, sot ullë din me qenë për kujt në vetë. Ka thonë o hoqë, unë se kësha lëshu kur, po nonës ju ka tikë, subhanallah, nonën e kesh përdor. Allah, që ta njështë së bujnë, babën e kesh përdor, të uhidin, keti kesh përdor, veç ati me ra ta manata. Ati me ju përshta që është dëna edhe. Ka thonë, o ja imam, unë se kësha bobe, po nonës ju ka tikë, valla, nonës që ka s'pë bua të ratë me grunë, unë e nonën se qësë kur, që kë respektu si prindve. Imam Ahmedi ka marrë që kë s'ka lidhe as me respekt prindve. Asë këllë me këtë, i ka marrë, i ka thonë, in lem jebka min birri ummike, illa talaku zaugjetike fa tallikha. Ka thonë që dhe s'ka met nga respektimi i nonës, kredi ke kry, veç edhe në grunë me lëshu, kry e brebura që të e bënë rahat. Apo, s'ka me të krejt, i ke kryjë, taman, krejt e ke bo nonës që shduhet, në obligim e ke kryjë që shduhet, apo, atër edhe grunë që e. Pa i ke me të bo kja nonës bërës, Allah le bo kja, i edhnu më është me ty që i ke i bërti që i avdit atje, apo, se gryni pun, e tash ke me të me ngua me shugruan, mos keq përdarni, mos mashtrani. Ka se njerë gjithë nuk kanë kësi tendenca, e pështjellin interesin e vetë me fej, se kështu shkën mas miri. Mas miri që shkën. Edhe jetë faqe bardh, edhe e kry interesin. Apo? Sa dë njerëz, që shkanë mirë, tash, me dalë që jënë prish për në dënje, me dalë që ja ka ziri e problem. Pështillja në jakuz fetare. Kjo e karshit, Allah, sa në sunet kjo, edhe tani, edhe si me ta, e ke arrit interesin, po edhe faqe bardh, se ma shla që farë burën e më në fes datë me dashamir të vetë. Qështu njëtë në gjithë së me bo, po? Intereset të një fatë këtë me i pështil me ambalazh fetare që tjesin faqe bardh.